shpesh po ndalet rryma dhe çmimi shumë i shtrejtë. Po çka kemi bërë? Kurse gjatë dimrit kemi nxjerrje qendrore, gjatë verës nuk ka shpenzim të madh. Po momentalisht kemi rrymë mjaftueshme, për shtrejt është, shumë shtrejt është. Këto mosa që i merr qeveria për asistent të ndihmës nuk janë të mjaftueshme. Unë mund të them se është relativisht e mirë. Bësh më motivuar në katastrofë. Nuk jem të kënaqur se shpesh po ndalet rryma edhe më thonë vërtet edhe çmimi shumë i shtrejtë. Po çka kemi bërë? Çështu jem na. Sigurisht shpesh. Gjatë ditës 2 herë kanë ndodhur që janë ndalë, ka 1 orë, ka 2 orë. Sigurisht dimnit më shumë, sigurisht dimnit ajo që është më shpesh, po ka ndodhur edhe në verën, gjatë verës. As gjatë dimrit, këto 3-4 vjetë të fundit, është edhe më tepër shumë stabile ka qenë. Kurse gjatë dimrit kemi nxjerrje qendrore, gjatë verës nuk ka shpenzim të madh. Po momentalisht kemi rrymë mjaftueshme, po tash si do duhet fati i sajna gjatë sezonës dimrit ta shohim. Tani për tani funksionon. Para do ditë ishte një ndërpremje, sigurisht për shkak defekteve ndryshme, natyra ndryshme, për shtrejt është, shumë shtrejt është. Këto mosa që i merr qeveria për asistent të ndihmës nuk janë të mjaftueshme, po llogaritë që janë as të merr fillta. Kështu që nuk është në rregull. Çmimet janë katastrofike, janë shumë të larta. Zona për nga vi une, me qenë korrekt, sepse unë shumë të në kosim këtu, do me thonë 3 ditën, nuk kam pasë është ankohet të zonë shoqja që është gjithmonë në shtëpi, unë mund të them se është relativisht e mirë. Unë mendoj se është pak sa i lartë. Ma herët kem pas probleme, tash nuk kemi kohën e fundit. Bësh më motivuar në katastrofë. Shumë çmimi i madh, mbozë domethënë ekonomisë edhe pagat që kemi në Kosovë është mendoj se është çmimi më i lartë në Evropë.